Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë së Sarandës arrestuan një 43 vjeçar banues në Sarandë pasi dyshohet se ka dhunuar fizikisht dhe psikologjikisht, si dhe ka kërcënuar bashkëshorten e tij dhe 2 fëmijët e tyre të mitur. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Vlorë arrestuan në flagrancë një 35 vjeçar banues në Vlorë, pasi në rrugën Ismail Qemali nuk ju ka ndaluar me automjet shërbimeve të policisë dhe pas ndalimit është konstatuar se drejton automjetin në gjendje të dhëur. Gjithashtu, specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë së Vlorës referuan materialet për vlerësim, pasi më datë 1/12/2025 në lagjen 10 Korriku të Vlorës, një 67 vjeçar banues në këtë lagje dyshohet se në kushte depresioni është hedhur nga pallati ku banonte dhe ka humbur jetën. Ky shtetas vonte nga problemet të shëndetit mendor. Gjithashtu, po më datë 1/12/2025, një 55 vjeçare banuese në Vlorë ka kallëzuar se prej një muaji ka humbur kontaktet me djalin e saj, shtetasin Ishë 24 vjeç, i cili prej 2 vitesh gjendet në Gjermani. U bë shpallje në kërkime e këtij shtetasi. Materialet për gjitha këto ngjarje ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme hetimore.